Sekretet e librit më misterios në botë, që askush nuk do t'ja u shpjegoj. Ndiqeni me vëmendje. Kisha vendosur që të bëja një video për këtë, por nuk kemi kohë. Kjo është koha. Dhe duke u marrë me të gjitha rrjetet sociale, padyshim nuk të del koha edhe për të bërë një video. Kështu që le ta diskutojmë, sepse ky është një nga argumentet më të rëndësishme që nuk e keni dëgjuar asnjëherë, është në ekskluziv vetëm për ju. Ndaj kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shiheni sërish dhe ju falenderit për mbështetjen, sinqerisht. Kush nga ju ka dëgjuar për popullin Vu? Populli Vu ishte një popull ose një pjesë e popullatës së popullit të lashtë Maja. Dhe ata kanë shkruar, është përcjell sepse është një libër shumë i vjetër, i vetmi libër që ka mbetur nga populli Maja, por i vetmi libër që tregon kozmologjinë dhe ecurinë e njeriut, madje se si u krijua njeriu dhe dëgjojeni me vëmendje. Normal që ne duhet të besojmë në Perëndi, duhet të besojmë në Zot, duhet të besojmë edhe në hyjni, por është mirë që të diskutojmë këtë argument për të vetmen arsye që është i vetmi libër i shkruar mijëra vite më parë, sepse është nga gojdhenat e popullit Vu dhe ka mbritur deri sot. Por ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti që askush nuk flet për këtë. Pra, po flas nga studiuesit ose nga shkenca e mirëfillt. Tani dëgjojeni me kujdes. Është një libër dhe ky libër tregon kozmologjinë, pra se si u ndërtua universi, si u ndërtua bota, si u ndërtua njeriu, por edhe si u shkatërrua njeriu. Pra hap pas hapi. Dëgjojeni tani, se është shumë e bukur. Atëherë, njeriu sipas kozmologjisë së këtij libri, pra të librit të popullit Vu, tregohet që lindi pikërisht nga balta. Njeriu i parë lindi nga balta, u krijua nga balta. Dikush ka do thotë, po këtë kemi dëgjuar, s'ka për. Dëgjojeni me kujdes. Por nga momenti që njeriu u krijua nga balta dhe nuk ishte në gjendje që të komunikonte ashtu siç kishin vendosur perëndit ose zotat, dhe në një moment të caktuar jetonin tamam si kafshët sepse nuk kishin një ndërgjegje si njerëzit që janë sot, atëherë perëndit në qiell vendosën që ta shfarosnin. Por kujdes, sepse perëndit e popullit Maja nuk janë si perëndit e tjera. Pra nuk janë si perëndit që janë atje në qiell dhe bëjnë ato si për shembull në Greqinë e lashtë, në vendet e tjera apo ndoshta dhe romakët, nuk është kështu. Jo. Por janë praktik, janë në vend, janë aty. I shikojnë, njerëzit i shikojnë. Janë perëndi që gjenden mes njerëzve, shfaqen mes njerëzve dhe zhduken nga njerëzit. Nuk e di më kuptoni apo jo. Tani, në momentin që ndodhi tragedia, si shton, ata u zhdukën. Pra, perëndit nuk thonë për një, nuk ishte vetëm një, por ishte perëndia e diellit, perëndia e ujit, perëndit në përgjithësi. Ajo e drithrave e tjerë e tjerë. Dhe që të gjitha këto perëndi u zhdukën. Dhe nga momenti që u zhdukën, erdhi kataklizma dhe shfarosën njerëzit. Tani, hera e dytë e krijuan njeriu me dru. Përgatitën njeriu me dru, i dhanë energji, pra i dhanë shpirtin dhe filloi që të lëvizte njeriu. Por kësaj radhe kalbej shpesh dhe kalbej më shpejt se sa herët e tjera, sepse kalbej nga brenda, ishte shumë jetonte më gjatë se sa tani, sepse kështu thuhet, jetonte më gjatë se sa njeriu sot, sepse njeriu sot do të them se çfarë njeriu mendohet sot, ai që kanë shkruar në libër. Dhe si përfundim, çfarë bën? Ata hanin njëri tjetrin, sepse në një moment ishin bërë të pafund, pra ishin shufishuar pafund, dhe kishte në një moment erdhi thatësira e madhe, dhe ata filluan që të hanin njëri tjetrin. Dhe çfarë bën? Pra, perëndit edhe kësaj here futën pluhur dhe e shkatërruan gjithë njeriun, gjithë njerëzimin, duke e vendosur në një plaj, si mund të quhet, sepse ishte një kontinent i vetëm. Derisa aty i shkrin që të gjithë. Nuk kishte anije, nuk kishte një anije shpëtimi, jo, por prisin sepse kjo është akoma më e rëndësishme. Në momenti që ndodhi fatkeqësia në fund, ra shi. Dhe shirat që ranë nuk ishin si shirat sot, por ishte shi i dëndur, thoshi, dhe shi i
i qullt, si mund ta themi, jo i qullt, si thuhet, i ngurt. Pra shi i ngurt për më tepër, në hapësirë kishte pluhur, një lloj pluhuri që u bllokoi frymarrjen njerëzve. Mos e kishin fjalën për zolfin ose ndonjë rezina për shembull, sepse këto janë ato që krijohen nga toka nga momenti që bie shi dhe toka është e nxehtë. Dhe nuk kishte një varg apo një Noe që të shpëtonte. Jo, por zotat shkuan dhe morën ata çka donin, pra aq sa donin, i morën dhe i larguan në qiell këto çka shkruhen në libër. Do thoni ju, po mirë, këto janë fantazira. Dakor, më ndiqni me vëmendje. Tani, shkatërimi që u bë nga zotat ishte nga zemra e krijimit, që ata e quajnë hurakan. Pra uragani, gjendet në zemër të krijimit. Dhe me bukura ishte që këta zotat, kur u shfaqen herën e fundit, u shfaqen vetëm me njëri tjetrin dhe krijuan një mashkull dhe një femër. Pra një Adam dhe një Eva. Dhe kur arriti momenti që donin që këta, me qënëse i kishin krijuar në mënyrë perfekte, sepse kësaj here i krijuan si misër. Më përpara nuk ishin kështu, në fakt njeriu i sotëm, siç e quajnë këta të popullit vu, quhet njeriu misër. Dhe ata i kanë lënë në një datë të caktuar se deri kur do të jetojë njeriu misër, dhe tani po ja u them që jemi ne njeriu misër. Por kjo që është akoma më e çuditshme, nga momenti që krijuan zotat, krijuan këto dy qenie, mashkull dhe femër, ata i puthën duke u dhënë frymën e Zotit, pra frymën e tyre. I puthën në buzë dhe u dhanë frymën. Pra sikur ti frysh diçkaje dhe i dhanë frymën. Dhe nga i moment filluan që të jetonin njerëzit. Mirë po, tregohet që pasi do përfundoi raca njerëzore, që si pas gjasave, ata thoshin pas 5.000 viteve, në fakt ne kemi arritur tani në fillimin e fundit të viteve, sepse këto janë duke filluar që nga viti 2012, si tregonin populli Maja, dhe ky është fillimi i një fundi deri në vitin 2050, dhe tregohet që kur të vi momenti do lëshojnë një lloj gazi, pra në hapësirë, dhe ky lloj gazi do të jetë i njëjti me atë të shirave të dikurshëm, dhe kur të shkatërrohet që do mbushet komplet me ujë, nuk ka më vend, sepse dikush mund të mendoj që mund të shkojë në qiell, mund të futet në ende, nuk ka shans. Pra ata kur e vendosin, nuk ka shans që të mund të mbijetoj kush. Dhe njeriu i harron, sepse ky është thelbi kryesor i kësaj. I harron, do t'ja u them këtë pse harron. Por ndërkohë, kur të vi momenti i fundit që do të shkatërrohet çdo gjë, ata do të vendosin njeriu në majmun. Pra njeriu i ardhshëm do të jetë njeriu majmun. Dhe do të jetë ai më i zhvilluar se sa njeriu misër që është sot. Dhe po thoshja, pse nuk mban mend? Sepse kur nëse ne do të shkëpuzim, siç e kam thënë për herë, hallkën që mungon, ne jemi të lidhur zinxhir njëri pas tjetrit, sepse njëri bën plastikën, tjetri bën bukën, tjetri bën makineritë etj etj. Të gjitha këto janë të lidhura, por nëse shkëputet zinxhiri, ne nuk mundemi që të rimarrim veten. Dhe merreni me mend tani nëse ndodh në tërë botën që të shkatërrohet një pjesë e madhe. Zhdukemi totalisht, zhduket edhe nga memoria, çdo gjë që ne kemi mësuar me kalimin e kohës, jo ne, por me kalimin e kohës, me kalimin e brezave, zhduket nga memoria çdo gjë. Dhe pastaj kalojnë si legjenda, pra në mendjen e njerëzve janë si legjenda dhe përsëriten derisa dal nga dal zhduken edhe legjendat. Si për shembull tani, ne mund të flasim për legjendat e dikurshme, por për ne janë gjëra të vjetra, legjenda, po sikur ato të jenë të vërteta. Pra, këtë thon populli vu për sa i përket njeriut. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? Pra, për të gjitha këto, a kanë një lidhje me çka ka ndodhur më përpara ose me atë që po ndodh tani, sepse tregohet që njeriu pas pak kohësh nuk do të mjetoj më, sepse ka shkatëruar çdo gjë. Në fakt edhe Isaac Newton tregonte që në vitin 2060 ne do të jetojmë, pastaj jo më. Kështu që presko me tuaja.
Hajde, natërë mirë.